Gjorgji Kuro është një nga ata njerëz që me përkushtim dhe punën e tij të palodhur ka lënë gjurmë në komunitetin e Zagorisë. Prej më shumë se 30 vitesh, ai është shofer që lidh fshatrat e thella me qytetin, duke u bërë një hallkë e rëndësishme në jetën e përditshme të banorëve të zonës. Vitet kaluan dhe me ndryshimet që sollen vitet 90, edhe ai si shumë shqiptar të tjerë u përball me sfidën e emigracionit. Me mbarimin e shkollës mesme në 74, fillova punë në Zagori. Puna ime e parë ka qenë në SMT, ndihmës traktorist. Pas viteve 90 vajta 3-4 vjet në Greqi, siç vajtën tërë zagoritët edhe tërë shqiptarët. Bëra ca lek atje, erdha këtu, bleva një autobus, fugon dhe fillova punën për transportin e njerëzve. Mbush 30 vjet, për ca muaj mbush 30 vjet që bëj këtë punë. Para viteve të 90, ky profesion ka qenë ëndër për këtë dhe nuk e mirë të kushdo këtë zanat më përpara. Edhe sot, pas kaq shumë vitesh, ai vijon të jap kontributin e tij me të njëjtin përkushtim si ditën e parë. Çdo mëngjes, pavarësisht kushteve të motit apo gjendjes së rrugëve, ai është aty për të siguruar që banorët të kenë një mjet transporti të besueshëm. Jam krenar një herë që i shërbej asaj zone, me vështirësira, me konkurenca ka qenë nga më të ndryshe, por ja, po ke vullnet edhe ke pasion zanatin, them që ja del. Unë vazhdoj sepse në Zagori edhe në Pogon shokët e mi të ri nuk ka atje. Edhe ngelëm neve me ndihmojmë njëri tjetrin, se s'ka. Të vetme gjë është ilaçet që të marrë, se unë kam bërë edhe transportin e njerëzve, edhe ambulancën, edhe ushqimet, edhe tëra, sepse rruga e Zagorisë ka qenë shumë e vështirë për të bërë. Me vështirësi e kam bërë, e kam makinën e 4-5 që po e marë, që kur e nisa këtë punë, nuk e dija që do vinte filli në këtë gjendje. E mendoja që të hap një punë, se duke vajtu në Greqi ato 3-4 vjetë e shikoja, të hap një punë, që këtë punë të alë edhe fëmijëve të mi, fëmijët Pogonit dhe Zagorit që vini të hënën edhe të prëmten, i pia të hënën dhe i mirë të prëmten, unë i kam marrë pa lek. Nuk them se jam i pasur, po them ndërronim edhe për ne të bënim një shkollë ende këtja, se edhe këta tani nuk janë në gjendje, këto familje që kanë ngelur tani nuk janë në gjendje që të mbajnë fëmijët me t'i paguaj. Dëshira e tij është që për sa kohë të ketë mundësi, do të vazhdoj këtë mision të përditshëm në shërbim të komunitetit të tij.